Burgu i Spaçit është tashmë drejt kthimit në muze për të hapur zyrtarisht për të gjithë vizitorët. Sipas kreut të shoqatës së ish të përndjekurve politik të Shqipërisë, strukturave politike në vend nuk u ka interesuar që kthimi i burgut në muze të bëhet vite më parë. Një kërkesë e vazhdueshme e shoqatave të përndjekur politik të gjithë Shqipërisë, gjatë për të cilën nga politika shqiptare nuk jo ka interesuar, aq më tepër se ka interesuar se s'kan dashur të lënë dëshmi pra një holokaust shqiptar që ja bën për të përndjekur politik. Sipas Drangut, për burgun e Spaçit është siguruar edhe një fond për të shmangur dëmtimin e mëtejshëm. Janë mundu me remetu disa gjana, me rregullu disa gjana, gjatë për të cilin a bë mirë. Shpresoj edhe tash shumë shpejt që kanë mujt me gjerë një fond për ta izolu burgun e Spaçit që mas me pas edhe shkatërim të mëtejshëm. Shpresoj që vullneti i palëve agjet, shpresoj që burgu i Spaçit të kthehet muze. Ish të përndjekurit vlerësojnë gjithashtu presidentin Nishani për dekorimin e disa prej figurave që vuajtën dënimin në Spaç. Edhe nga shteti shqiptar a hap kja dritë jeshile dhe gjatë për të cilin që ka dhënë një kontribut mall, është edhe presidenti Bujar Nishani, që ka kënë i vetmi personalitet shqiptar, që ka ardhur atje dhe ka vizitu burgun e Spaçit dhe ka dekoru disa persona shumë të rëndësishëm atje që kanë dhënë emën të mirë në burgun e Spaçit. Por çfarë kuptimi ka kjo nismë për personat që vuajtën dënimet në burgun e Spaçit? Kjo është një mesazh që i jepet brezat e ardhur, që me ditë se çka kanë vujt të partë e tij për të drejtat dhe liritë që gëzojmë sot, për një shtet e vend demokratik, pra që brezat e ri ta dinë se çfarë është vujt, që mos tentohet më kthy diktatura dhe komunizmin në Shqipëri. Kjo është ajo mesazhi që i jep burgu muze për shembull siç është burgu i Spaçit.